por do të kem tani një tjetër komunikim në këtë çast me meteorologen Anira Gjoni për të kuptuar se si do të vijojë më pas edhe procesi, po themi kështu, i parashikimit të motit në kuadër edhe të gjithë kësaj problematike që kemi hasur deri më tani, të kuptojmë disi më tepër. Anira Gjoni është në një komunikim të drejtë për drejtë së bashku me mua. Ju përshëndes. Përshëndetje. Kënaqësi t'ju kem në program, ndërsa gjatë kësaj jave që po lëm pas, kemi pasur problematika patyshim shumë të theksuar në një pjesë të konsiderueshme të zonave të Shqipërisë. Si paraqitet në vijim kushtet atmosferike, pra me çfarë do të përballemi? Presim që të kemi vazhdimin e rreshjeve edhe për ditën e sonë dhe ditën e diel. Do të kemi rreshje me intensitete të shtuara në disa prej qarqeve të vendit. Presim që rreshjet të vijojnë të jenë intensive në qarkun e Shkodrës, të Korçë, ndjes të Vlorës dhe të Gjirokastrës, të cilat pritet të kenë pra edhe sasi më të shtuara të rreshjes dhe mund të shfaqen problematika sa i takon, do të vijojnë më saktë problematikat sa i takon daljeve të ujit apo shtimit të niveleve në lumen që kalojnë në këto zona. Gjithashtu presim që përgjatë ditës së nesërme të kemi rreshje mesatare dhe lokalisht intensive në qarqet Kukës, Dibër, Lezhë, Durrës, Tiranë dhe Elbasan, ku pritet që rreshjet të jenë në formën e shtrëngatave, ndërsa në pjesën tjetër të qarqeve presim që rreshjet të jenë mesatare. Në të gjitha qarqet do të jenë në formën e shtrëngatave, ashtu siç kanë qenë përgjatë këtyre ditëve, problematika të shtuara sa i takon rritjes së niveleve dhe të prurjeve, hasim në lumenjt e mesëm dhe të mëdhenj siç janë Shkumbini, Semani, Mati dhe Vjosa. Situata ngelet kritike në këto lumenj, pasi pritet që të ketë rritje të niveleve edhe përgjatë natës së sotme dhe ditës së nesërme për shkak të vazhdimit të rreshjeve intensive në këto zona. Qartë, ndërkohë bëhet fjalë vetëm për fundjavën që mund të vijojë me këtë intensitet të rreshjeve të shiut në zonat që ju përmendët, apo mund të jetë dhe një situatë që mund të zgjas tej fundjavës, pa dashur të përhapim panik për të kuptuar më së tepërmi? Jo, presim që rreshjet të jenë deri në datën 23, më pas do të ketë një rrjedhje të tyre, por sërish edhe java tjetër pritet të ketë rikthimin e rreshjeve të shiut, por jo me intensitetet e këtyre ditëve. Ajo që vlen të theksohet për ditën e nesër me dita e shtunë dhe dita e diel, presim që të kemi kalimin e një fronti të ftohtë, i cili do të sjellë ulje të temperaturave dhe do të sjellë edhe rreshje në formën e dëvorës, në veri dhe në lindje të vendit, në lartësi deri 900 metër mbi nivelin e detit. Qartë, ndërkohë, shkurtimisht, cilat janë zonat edhe njëherë nëse i rikthejmë edhe njëherë për publikun në mendje më problematike që kanë rreshje më dendura këtë fundjavë që pritet të kenë? Po, qarku i Shkodrës, Vlorës dhe Gjirokastrës pritet që rreshjet të jenë intensive, ndërsa në qarqet Kukës, Dibër, Lezhë, Tiranë, Durrës dhe Elbasan pritet që rreshjet të jenë mesatare dhe lokalisht shkojnë deri intensive, ndërsa në qarqet e tjera presim që rreshjet të vijojnë të jenë mesatare. Pra flasim për natën e sotme dhe dita e nesërme, dita e shtunë. Sërish edhe dita e diel do të ketë prezencën e rreshjeve të shiut në disa prej qarqeve, por me intensitetet pritet që të bijë. Qartë, faleminderit Anira Gjoni për këtë informacion që ndave së bashku me ne. Është vërtet shumë e rëndësishme në këtë periudhë kohore, ndërsa ne do të shkëputemi këtu për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish së bashku vetëm pas pak.